Përshëndetje miq, ja ku ritakojmë mbas një mungese në të cilën nuk na kemi parë të tre bashkë. Jo mungese si quhet kolektive. Dhe për të folur mbi aktualitetin në emisionin Pa Emër këtu në Antena Televizion nga unë Marsit Gupi, Anri Bala dhe Ermal Peçi. Sot është bërë publik vendimi i pranimit të ankesës nga zoti Erion Veliaj në lidhje me dekretimin e vendimit Këshillit Ministrave për shkarkimin e zotit Veliaj dhe për përgatitjen, le të themi, në një lloj forme politike të zgjedhjeve për Bashkinë e Tiranës. Tashmë, si gjithmonë, vullneti politik do i nështrohet procesit gjyqësor pa, le të themi kështu, akteve juridike, shkaktuar një debat i madh se si do ndodhi ushtrizgjedhjet, ndërkohë që opozita ka hapur diskutimet për të gjetur një kandidat i cili duhet të jetë një kandidat përbashkues, pasi synimi politik është edhe bashkimi me forcat e tjera opozitare. Mirë po, përsëri thembra e ankilit ngjelet në lidhje me këtë ankim në gjykatën kushtetuese dhe në lidhje me pranimin ose jo të këtij akti. Për të folur për këtë, duhet të lej fjalën në fillim zotit Ermal Peçi, më pas kolegut Bala dhe unë që të parashtroj se cili pikpamjen e vet. Ermal Peçi, doktori pa bisturi. Në thelb, se ky nga që bën debate me doktorët dhe pa e nxjerr gjithë atë çka ka për brenda nuk i ndahet. Se kisha. Ka një problem Marsit. Ma mirë të kesh gjë për brenda se sa të kesh bosh. Ka diçka Marsit. Në kontekstin e asaj se çfarë po ndodh në anën ligjore, të paktën duke qenë se ju jeni më i fushës në këtë pjesë, të duhet kuptojmë që kushtetuesja ka dhënë një vendim sot, pra ka pranuar që ditën e dieshme këtë kërkesën e Veliaj dhe tashmë vihet në pikpyetje roli presidentit se çfarë do të bëj. Pra nga ana ligjore do duhet shikojmë se ka një handicap, ka një hapësirë apo një problem që mund të interpretohet. Nga ana e dytë, mund të shikojmë që tashmë, pavarësisht qëndrimeve që mban zoti Veliaj që është në drejtën e vet kërkoj që mos të largohet apo mos shkarkohet nga drejtimi i Bashkisë Tiranës, Rama me sa duket e ka ndarë mendjen që Veliaj nuk i duhet më. Dhe jo vetëm nuk i duhet më, nuk i shërben më dhe e shikon pa valencë politike në sytë e tij. Dhe duke qenë se është kryeministri i vendit, mund të ketë informacione edhe mbi fatin e Veliajt politikisht, po dhe juridikisht flas. Po. Dhe në këtë moment ai vazhdon me atë divizën e tij që të zgjedhë në krye të bashkisë apo të japi rrugën zgjedhjeve të parakohshme të Bashkisë Tiranës, sepse do që t'ja delegoj bashkinë zonjës Manaseliu dhe pushtetin politik do që t'ja delegoj zonjës Balluku. Duke qenë se ai tani e ndjen veten shumë lart për t'u marrë me gjëra të vogla. Pavarësisht se ai merret, por me këto merret vetëm me makron e politikës Shqipëri, por jo me mikron. Në këtë kontekst që nga kjo gjë e vogël që është Bashkia e Tiranës erdhi dhe u bë kryeminist. Po, ai e ka kaluar këtë, e ka kaluar. Duket e ka çik marakun që i ruhet kësaj pjesës. Jo, ai ruhet kësaj, po ai e ka kaluar këtë si fazm. Domethënë, fakti që ai ishte 11 vite në krye të Bashkisë Tiranës. Më pas edhe kur ishte Erion Veliaj, vendimet kryesore për shembull për këto kullat e për këto i mirë Rama, se nuk i mirë Veliaj. Fakti që tashme ai po shkonte mandati i kartë të kryeministrit. Jo për gjitha kullat, tani e bëri se. Më përpara ishin këto mbi, ka disa mbi 15 kate. Se edhe këto 15 kate kulla quhen sot. Dakor, po them për pjesën kryesore. Parasysh mundësinë e shqiptarëve që maksimumi shtëpi ka që ngrin 15 kate kull. Dhe në këtë kontekst Marsit kuptohet që tashmë në sytë e Ramës Veliaj është një kurban i bër. Po. Dhe nuk i duhet më për asgjë dhe prandaj vazhdon me këtë mënyrën e tij që... Pse u deshte 6 muaj më përpara? Atë nuk e di pse donte Rama 6 muaj përpara, mbas e donte edhe për një lloj fabula, edhe duke qenë se ishin dhe zgjedhjet edhe donte tipte edhe një mesazh socialistëve që gjoja ne nuk i lëshojmë tanët, ne jemi këtu të bashkuar, jemi trup i ekurt, edhe i duhet këto 6 muaj për të këto mesazhe. Momentin që Po dhe të zgjedhjet prap.
Shumë shpejt. Po s'ka rëndësi, Se kjo ideja, kur dëgjoj këta mori që thënë- mesazhin ai. Ai tha, po tani jam S'ma pyetë. kuptove. Po pra, e kuptova pra the ishin zgjedhjet e to, çfarë do thosh më mbi atë? Jo, po them tani është me 83 mandate dhe e kupton që Velia nuk e dëmton. E kam fjalën erdhën zgjedhjet e tjera, mund ta dëmtoj se të zgjedhjet. dëmton dot. Ai e ka kuptuar, po e ka kuptuar ai. Si e kuptoj? E ka kuptuar tek rezultati që morin Tiranë. Ai ka Po, e mori thënë me Veliajn jashtë mund mirë edhe një deputet më shumë. E çam duhet më një deputet më shumë ka thënë. Po. Ky më mirë brenda dhe këta një deputet do ngelin kështu jetim Po, këto Velia vota ishte do vinte kun ka thënë. Drejtorët brenda, Veliaj brenda. Të gjithë ishin brenda. Kjo zonjusha që u mandatua për të bërë fushatën e Tiranës ishte në Fierë, s'kishte lidhje në Tiranë. Tiranë ka qenë Ogerta. Kështu që rezultati i Tiranës i shkon Ogertës ose më saktë Partisë Socialiste, se ato punojnë kështu uniform, nuk punojnë veç e veç. Problemi është se nuk është se ka kuptuar ai dhe nuk e dinte përpara. Normal që ta dish, në sensin, nuk po e them për ty, po për publikun se ti ke iden, është që Rama bën sondazhe her pas here dhe e di se çfarë do publiku, e di se çfarë do flasin publik, nuk është si ne këtu del ça na mban zemra edhe themi si thuash, edhe logjika. Dhe logjika nuk i referoj. Rama ecën me program. Rama e di se ku do të godasi, e di se ajo goditja ku bën për devijuar qoftë vëmendjen e opinionit publik, çfarë dëmi shkakton në opinion publik, e di se si do reagonin njerëzit para arrestimeve Veliajt, e di se sa do humbte vota nëse do arrestoj Veliaj, kështu që Rama e kishte panorama më parë. Nuk priti datën 12 që të zgjojnë në mëngjes dhe thoshte, wow, kjo gjëja, unë e kam pas fobi Veliajn se mund të më ndikonte në mandate apo në Tiranë, po sot u shirova nga ky mangth. Jo, Rama e ka ditur gjithmonë. Unë besoj se shkëputja ose prerja midis Ramës dhe Veliajt nuk kanë ndodhur fare në Shqipëri, njëherë kanë ndodhur në Amerikë. Për një mijë arsye. Po ato ndoshta më mbrapa do sqarojnë se nuk është temë, është temë vete ajo për të diskutuar. Pra, gjithë përplasjet e tyre ka të bëjë me konflikt interesi. Pra, kush e kush është projekt për të marrë pushtetin. Pushtetet normal nuk dhurohen. Pra, nuk është se do kalonte, dhe Veliaj kishte shumë të qartë, nuk është se do kalonte, e kishte të qartë për një arsye, se Partia Demokratike është momentalisht më e dobët se kurrë. Nuk është partia, ndoshta as e 2021, me thënë vërtetën, para se të ndashin. Partia Demokratike. No, Partia Demokratike. Është, me fjalë, Veliaj, tani, edhe njerë që ta bëjmë kështu. Pra, pushteti nuk dhurohet. Nuk është se Rama do ikte dhe thoshte, Erion, bravo të qoftë, ti e meriton karrierën time, jo. Gjithse kush i do bete, jo Redi Rama, pas kush në botë nuk dhuron. Karriera e kryeministit fitohet, mund të dhurohet partia, në thonjza, po partia blihet, nuk dhurohet dhe partia, dhe prandaj thojnë kush bëhet kryetari i Bashkisë Tiranë se e kanë nocionin, nuk e kanë nocionin me pushtetin. E kanë përpos pushtetit dhe eksperiencës e kanë të nocioni lekut. Në Shqipëri ka funksionu koncept, për shembull, në Itali mund të bësh deputet, kryeministër duke punu kjo, ka punu kjo Evis Sala. A kupton se është një institut intelektual, është një botës akademike, mund të bëhesh der president me CV që ke aty. Kurse në Shqipëri bëhesh me CV partjake, pashi kontribut në asgjë. Pra të bën partia dhe nuk të bën shoqëria as intelektiot bagazhi. Në thelb, Erion Velia i dinte që Partia Demokratike ishte e dobët. Me këtë e sulmonte Erion Velia Ramën, me mullit e erës. Kështu që vetëm mënyrë për sulmuar Ramën, ndoshta mund të ishte drejtësia. Dhe nëse e kanë bërë dhe kanë ndodhur konflikti, kanë ndodhur dhe Rama duhet ta merrej me Dumani në fakt, dhe jo me Partinë Demokratike as me Erion Veliajn. Në fakt, ai që mund t'ia bënte dëmin më të madh, Ramës ishte Dumani. Ose po bashkëpunonte me Erionin, fjala vjen, për të rrëzuar Ramën Dumani. Më kupton? Logjika jote nxjerr në pa një tjetër konflikt, i cili rrëzon, le të themi, një pjesë të mendimeve që kanë dalë publikisht. Kush janë këto? Erion Veliaj është cilësuar si njëri që është lëshuar nga Rama, për arsye se Rama në një lloj forme ka dashur të vrasë vazhdimsinë e tij. Po pra. Sepse di që gjithmonë. Po kush e rrezikonte vazhdimsinë e Ramës? Jo vetëm i pyet. Ramës e njeriu që mund ta kërcënonte ka qenë Altin Dumani. Po, këtë po them pra. PD-ja jo, le të bëjmë dakord. Nuk i kishte fuqitë. Por ama un kam thënë një parim. Po. Cili qëndroi dhe sot edhe
e debatojmë po done. Parimi im është ky, që për sa kohë të je në pushtet si kryeministër, ose si drejtuesi. Nuk hetohesh. Nuk hetohesh dhe nuk cënohesh. Këtë e dinte Erioni, se s'është budalla. Bravo. Problemi është tu. Atëherë se as Dumani as PD-ja, si mund ta kërcënoj Erioni Edi Ramën? E drejt. Me Amerikën. Problemi që lind është këtu. Që kur dikush arrin të mbehet me radhët e veta, i bie që nuk ndjen rrezik nga kundërshtarët. Dhe unë prandaj them që këto zgjedhje bashkiake janë shumë të rëndësishme. Po. Për çfarë arsye? Sepse figura që do i vendoset përballë Edi Ramës, në radhë parë do të jetë një figurë përbashkuese, që do të dalë nga Partia Demokratike. Pse e them këtë? Sepse partia më e madhe opozitare është Partia Demokratike, ka 50 mandate. Partia Mundësia ka 2. Lëvizja bëhet ka 1 mandat. LSI-ja ka 4 vende. Në këtë lloj forme nuk mund të imponohen partitë e vogla. Plus se kanë dëgjuar këtë tezën e kandidatit i cili do të vinë nga shoqëria civile. Ne kur shkojmë vizitojmë, i themi në spital që shikon nga që i ka dalë nami që pjesa më e madhe doktorëve janë korruptuar, sillni një mësuesi të më vizitoj. Ose ku dëgjojmë kur shkojmë tek okulisti, si themi ne, sillni pucar, sepse nga që njerëzit kanë syze, ta provojmë mirë mos ta shënon pucari, se nuk është zhdukur problemi me shikimin. Në këtë lloj sensi nuk ka se si mos jetë politik, për më tepër gjithçka në jetë është Mali politike. mendon ndryshe, thotë elita e ka fajin, nuk e ka fajin shoqëria, të paktën ndoshta je editorial që më pëlqeu, edhe si logjik, po siç është Po në problemi këtë tani. kontekst i bie që ka fajin elita politike. Po pra, këtë po e them pra tani, se nuk e zidim dot. Po, ai e ka fajin. M'fal, Në rastin konkret, zoti Shej, për shembull, futa për të bërë çik debat. Vetëm sa ta përfundoj mal logjikën. Ideja ime është kjo. Partia kryesore opozitare që është PD-ja, le të dali me 4 ose 5 emra. Për shembull 4-5 emra shumë mirë janë ata që janë qytetarë Tiranës, njerëz suksesshëm që janë brenda listave, të cilat ishin pjesë e zgjedhjeve. Për shembull, aty kemi, meqense flitet edhe për Barazi gjinore, kemi edhe meshkujt e femra. Adriana Kalaja, Barazi gjinore. Adriana Kalaja është e para. Zoti Edi Maga është një kandidat shumë i mirë, i cili arriti të marrë mbi 6.000 vota, duke pasur parasysh zgjedhjen dhe represionin që u bën në votime. Pa struktura. Zonja Pa struktura. Pa struktura, po ashtu Ilda Zhulali është një kandidaturë shumë e mirë. Ilda Zhulali për mua as Adriana as Ilda Zhulali nuk bëjnë. Pse nuk bëjnë? E para Ilda Zhulali nuk di 2 llafe, është gëk mëk, dje ndoqa mi intervistë ku dilta aty gagu të bën Partia Socialiste të bën të flasësh me vete. Adriana Kalaja që mund tjetë në retorikë se bën beteja, apo dhe flet, apo dhe bën akuza ose kallëzime, ka një problem shumë madh, është figurë për mendimin tim, e papëlqyer. Kur flasë papëlqyer, nuk e kam për militantët e PD-s që kënaqin egon se Adriana shan nga familja Edi Ramën, apo edhe në ambasada amerikanë. Nuk e kam të kjo, nuk e kam kontekst, apo flasim për përbashkim Partisë Demokratike. E përbashkon do të Adriana? Se bën dot. E bën dot Ilda? Nuk e bën dot. Unë prandaj kam thënë, e di si është puna e temi që e them her pas here, ja them dhe këtyre në televizion, këtyre dallkaugëve të Partisë Demokratike. Se këta janë të poshtër, janë maskarej. Pse të thoshtë janë maskarej? Ja them unë dhe sy ditis, nuk e kam problem. Ta janë maskarej sepse deri tani bëjnë sikur nuk kanë një variant. Dhe unë kur e them e temin, në studio e them se ky është varianti më i mirë. Jo më i mirë. Hajde më thyti mu për shumë pëse nuk bën e temi. Me gjej një arsye. Jo, ta diskutojmë pra, mund t'ja hedh për shumë, dje isha në studio me Alim Mehmeti, për i thash emrin e temit, po të tjerët ishin dakord për figurën, jo integritetin e të gjitha njëri i vetë plotësuar edhe në biznes, por familjar, i pa përlyr, ka ardhë nga jashtë, se më hodhi dhe tezën që në Prishtinë dhe këne kanë ardhë nga jashtë dhe u bën. Po pra i thash, ja ku e ke temin fix. Ka një lidhje edhe me Agron Shehej në konceptin e një biznesmenit vetë bërë, i pa përlyer, pa futur duar në taksat e shqiptarëve, pa pas interes fusi duar në taksat e shqiptarëve për post bërjes politike, e kështu me radhë. Ose për interesa me... Atëherë këta kandidatin e kanë, pse e kanë aty, si me thonë, e kanë aty brenda shtëpisë, po pritë shohim ne herë, këto ose janë peng i faktorit politik, si kurse janë Agron Shehej dhe Adreti Klapaj që janë dy persona që po përbashkohen në thelb. Nëse këta të dy bashkohen,
bashkojnë se do PD-ja, vëlla, nuk bashkojnë se do goni me tikun. Ne kemi pa në për televizionin si janë shahe shpla me njëri tjetrin si i bitani, të lepin aty ku kanë përshtyr. Përmes një kandidati apolitik, po si mund të jetë një kandidat apolitik? Atëherë pse i kemi të gjitha? Pse na dalin televizor? Pse na del Berisha, Flamuri, Rama, Velia këto? Hajde ta mbushim parlamentin me shoqëri civile, mbushim me bëjmë gjithë 140 Arlinda, e 140 ku dëgjon, çka ka kjo Dalina Fica ka ajo tjetra? Këto janë shoqëri civile, e bëjmë me 140 Sazangura, me 140 Ore, me këtë tjetër Gjeni Karaj, 140 Gjeni Karaj, edhe hajde ta bëjmë kështu me parlamentin, ta bëjmë lesheli. Jo. Në parlamenti është që të kesh vizion jo vetëm për të menaxhuar buxhetin apo ku dëgjon projektet për Shqipërinë apo edhe për pushtetin lokal. Parlamenti është projekt gjithëpërfshirës për çdo kënd, absolutisht, por në vizion politik. Nuk është në vizion tani të shkoj Gjeni Karaj të takoj për shembull, s'kam gjë me Gjenin më s'është në listën time. Po të shkoj Gjeni Karaj tani po shkoj Gjeni Karaj do flasi vetëm me çati bim, para apo mrapa. Qa, aty është interesi asajt, aty është dëbimi. Po të shkoj Dalina, do i bim vend tjetër. Po të shkoj Arlindi, do i bi të pensionistët. Janë gjithë përfshirës këta njerëzit? Nuk janë. është njësoj sikur, prandaj ka disa ministri, prandaj disa ka specialista, është njësoj sikur ti ndërton një shtëpi dhe merr elektricistin për t'i bërë gjitha punët. Po nuk di mor elektricistin. Se ata janë profilizuar për këtë. A mund t'i marrësh për të krijuar, për të kërkuar një mendim se si 1 2 3 4 arsye ose çështje të caktuara mund duhet të bërë. Po atëherë ata mbushim parlamentin me 140 deputet të shoqërisë civile, sepse pushteti politik dhe këtyre njerëzve që e propozojnë, hudhin komplet, kundërshtojnë komplet nismin që kanë marrë ose projektin politik tyre. Ata bëjnë më shumë se ne. Kjo është ajo që po thot Partia Demokratike. Dhe ti ke varë, si thuash, mëlçit ujkut në qafë. Kush është për ty Adriatik Lapaj? Pa bërë... Po, e kuptoj, me fenomenin politik. Kush është për ty Agron Sheja? E kisha, aty s'është më. Nëse pas nesër çaj takon Agronit shkoj te Rama. Nëse pas nesër çaj takon Adriatikut shkoj tek ishte me Shabani, sot është nuk është më me Shabani. As është më. Jo. Lindi konflikti, ne si menduam që ishin vëllezër dhe po bashkëpunonin, pa marrë zgjedhjet lindi konflikti. Ç'm siguron mu vazhdimsinë politike të këtij projekti të madh, apolitik, të shoqërisë civile, nuk ka asnjë lloj vazhdimësie. Prandaj thash me Ermani se Ermani kishte atë tezën e që fajin e ka elita dhe nuk e ka shoqëria. Problemi është, edhe mu më pëlqen si koncept, absolutisht se ka shoqëria, po unë besoj se ka dhe shoqëria fajt e vetëm. Kur ndek elitën e ka bua? Absolutisht. Pavarësisht se nuk paragjykoj se kush është, pavarësisht se nuk paragjykoj se kush është elita e gabuar. Gjithse kush, pra, sepse Ermani në koncept unë besoj se kundërshton vetveten. Se si mu thua ti për shembull që e ka faj, nuk e ka faj shoqëria, e ka faj elita. Po mirë, ta kush i voton? Ai voton shoqëria, po. Tani, po ta ndajmë si koncept, njerëzit janë të ndarë në mendim, jo të ndarë në rezultat. Është maksima e Max Weber që thotë çdo popull meriton qeverinë që ka. Absolutisht. Jo, desha thoya që njerëzit janë të ndarë në mendim dhe jo në rezultat. Pra, unë besoj se PD-ja është e keqe. Tani, nëse ky tjetri Ermali beson se PS-ja është e keqe, midis meje dhe Ermalit, kush na e ndan? Demokracia, pra, sovrani. Kush kam bindjen se kjo është më mirë, këta votojnë, kjo është ndarja që kemi zgjedhur. Por as nuk mund të jetë fajtor as Ermali, as unë. Por shumica nuk është fajtore. Asnjëherë, absolutisht. Por nëse shumica më mban në këmbë projektin e disa ajdutëve, unë me këtë nuk jam dakord. Mund të jem dhe vetë brenda gjys, a kupton? Edhe unë kam dalur, kam votuar. Të qartë. Nëse ata që nuk votojnë kanë si mendim që 140 politikanë që janë në Kuvendin e Shqipërisë, nuk po them këta të rinj, po kryesisht ato që kanë drejtuar deri tani janë ajduta, atëherë i bie që unë jam gabim. Kështu që nuk ndahet me thik, me fjalë politika ose edhe në kontekstin social apo ekonomik, merr si dush, nuk është me thik, është me projekt. Ti mund ta nisësh një projekt caktuar dhe mund të gabosh. Qartë. Ermani do kisha qejf të ashtu. Ka që u lidh shumë me atë tënden. Do vazhdoj Marsit për të prekur pak a mund të jetë një kandidat nga shoqëria civile. Kjo është kryefjala që do atë po të pyesim pra në atë sens. Ajo është debati i aktualitetit për momentin, sepse duhet të ketë shoqëri civile o Marsit. Që ta dim ku të fokusohemi. Ne me njerëzit duhet të jemi realist. Shoqëri civile në Shqipëri nuk ka.
dhe ta them me bindje të plot që nuk ka shoqëri civile. Po. Më thënë, në qoftë se ti je shoqëri civile dhe mban një qëndrim politik, atëherë ti nuk je shoqëri civile. Ti je pjesë e një partie politike. Thjesht po pret momentin, nga momentin moment që të futesh në parti politike. E para. E dyta, ne dim shumë mirë Marsit. Jo, ma jo, si s'pas ka shoqëri civile, ka shumë njerëz që nuk punojnë për parti me i fjalë që kanë sens për të futur në politikë. Ka shumë shoqata. Unë mendoj vetëm një gjë. Jo vetëm atë, ka shumë tjera. Unë nuk kam parë asnjë njeri të shoqërisë civile që merr projekte nga qeveria dhe del të shaj qeverinë. Jo, është tjetër gjë kjo. Po nuk është politik të futen politik ta. Ta s'po futen politik. Po them, po një minutë. Ora, një ditë të bukur. E kanë si qëllim vetë pasurimin, tjetër gjë. Ai një ditë të bukur mund të futen në politikë se përdor këto mekanizma. Ke shumë të drejtë, po kisha vetëm me pjesën lekur mund të futet, po kryesisht ka shoqëri civile, pavarësisht se janë të kapura. Unë jam dakord me ty që janë të kapura, që siç thua dhe ti në shkrimin tënd që është e kapur. Kudo ku ka një interes që të merret kapitali, pra fondi, po pra në këtë sens ka disa limite ose ne dim shumë mirë që në Shqipëri sot të mbash qëndrime si i beson ke kosto. Për më shumë në Shqipëri sot është e pa mundur. Po grim sallat kotu me thënë. E pa mundur. Se ne qëndrimet tona po mbajmë se na fike. Na hodhe gjithë tesa poshtë. Qëndrimet në opozit ti mbash. Po në opozit pra jena. Ti jesh në opozit gjatë gjithë kohës në luftë me pushtetin, pra kur unë flas në luftë me pushtetin, ti gjithë kohës më burr ke marr kosto patjetër. Po, të lutem. Do kesh shumë kosto. Dhe këta të cilët e reklamojnë veten si shoqëri civile, në thelb nuk kanë qenë kur një shoqëri civile që të ketë menduar në kontekstin për të mirat publike. Pra, po të marrë unë ty rastin kur ndodhi protesta e studentëve, shumë prej pjesëve të shoqërisë civile nuk u ndjen fare. Shkatroi Rama atë. Më mirë se ndjen. Nuk më intereson kush e shkarkoi. Nuk më intereson kush e shkarkoi. Shoqëria civile e prishin. Dhe u keq përdor nga Rama. Ermali thotë se është e gjizur. Nuk mund ta marrë themeli. Ta them vetëm një fjali për këtë të Ermalit. Vetëm një fjali Ermal Rama ç'a bëri nëpërmjet këtyre elementeve të shoqërisë civile dhe element që morën pjesë protesta, e politizoi protestën duke shkatruar. Dhe nuk është fare protestës, fare dhe shumë një që nuk ishte shoqëria civile, se ishte një protestë e cila nisi nga studentët e kaq. Pra, thelbi qëndron në kontekstin e këtij vendi siç jemi ne Marsit, që ekonomikisht me rritjen e çmimeve, me rritjen e apartamenteve, me një jetë papërballueshme, ti je i kushtëzuar që këtu pushteti ekonomik ka prapavit pushtetit politik, sepse ne sot nuk prodhojmë asgjë. Unë ty njerëz të lirë në Shqipëri mund të gjej një përqindje shumë të vogël, kur them të lirë në termat ekonomik, pra që mos të ndihen të detyruar, mos të ndihen të vrapojnë apo nxitojnë që mos të kapen nga qeveria, në optikën time. Po media përgjithsisht është e kapur Erman. Po unë e di Morane, nuk po them që nuk është... Edhe në botë, shu funksionon. Po nuk po them... S'ka një... O, Anëri, tani edhe Elisa Spiropali kështu thoshte, e kemi parë filma, e di unë këto. Por po them diçka tjetër. Qa ke parë filma, më them është e kapur, se ke... Ty të vjen një reklam tu tani, ndodh një skandal për kompaninë, ti nuk e thua dot se i bit te që është reklamën, është dhe marrëdhënie bashkëpunimi. Prandaj po të them. Dhe media funon, nuk funksionon po nuk e ka mallin te media, e ka mallin te shoqëria, e kam te shoqëria civile, te kandidatët që... Po ato me çfarë funksionojnë? Me para pra funksionojnë edhe ata. Po mirë me... Në këtë sens, unë po ta zbërthej. Okej, zgjedhni një kandidat të Ramës, edhe janë shumë rregull pas. Marri një kandidat nga Rama ta vëjnë, se po lodhemi kot. Si ta marrin nga Rama? Po ta marrin nga Rama, se prap të Ramës do t'ja marrin, po e morën nga shoqëria civile. Po më po dakord me ty jam. Po s'po thoj atë unë, se unë zefe se kuptoj. Jo, më jo, po se s'po mblet mbaroj një mendim, ke 7 herë unë duhet të artikuloj. Po nuk e bëj dot se unë e kam mendim që duhet të artikuloj për njerëzit që na dëgjojnë, nuk e kam debat. Aty dil vetëm. Te edhe thua, unë do flasi gjysore, edhe mos bën debat, po tani nuk s'kam dalë tani flas me murin. Po të them njerë të mbaroj artikulimin, pastaj bëje debatin, të dëgjoj dhe unë të replikoj. Sa gjëra veç dhe du t'i kuptoj, jo se po të kundërshtoj. Unë s'po të kundërshtoj mas i moment. Po nuk po them që më kundërshtoj, ma për ma lejo për njerëzit, se po unë dërprem që intern nuk e kuptoj njerëzit që do themi. Në këtë sens, Marsit, në këtë sens që ndodhte gjithë kjo zhvillim, në qoftë se ata duan të zgjedhin një kandidat të shoqërisë civile,
Unë e kuptoj që Berisha i trambet humbjes, do t'ja delegoj pasaj humbjen që ja neve e zjodhëm dhe një shoqëri civile, po këtu krimi droga, Ore kandidat për ty të PD, a ka një kandidat serios PD? PD-ja ka shumë kandidat serios, se nuk mund të jetë një parti e djathtë, pa kandidat dhe pa njerëz që... Kush janë ta shumë për shembull? Po, unë e kam shpjeguar tipologjinë e profilit që dua. Zoti Aga i përshtatet profilit që ke folur ti. Po, Zoti Aga është... Ky thot shumë tani. Ne PD-ja unë besoj se ka shumë. PD-ja ka pak. Ta them sinqerisht. Partia e djatha shqiptare ka individ me vlera. Tani ka shumë dhe ta them me bindje të plotun. Çështja që ndron që në këtë kontekst Marsit, ju thatë Zoti Aga është një njeri që s'ka borxhe dhe është një profil i dur. Se nuk ka borxhe. Ajo që unë në gjithë analizë që po mundohem të bëj Marsit, lidhet me faktin se nuk, prandaj nuk mere me emrin, po mere me profilin, është e rëndësishëm gjithmonë profili. Pra, në këtë kontekst që dodhet Partia Demokratike, që është e përçarë, që në anën tjetër ka akoma rëndon bi Zotin Berisha si gjyle, çështja e nongradës dhe 100 probleme tjera. PD-ja sot duhet ketë një figurë e cila të mishëroj vlerat e djatha që i mungoj kësaj partie me vite. Po. Të cilat lidhet me një njeri sukseshëm. Kush i ka munguar me vitet e djathës? Po. Edhe Basha për shembull që ka fitoi bashkinë e ka pas. Anëri të lutem, Anëri. Po mos s'po të kuptoj se ka djatha shqiptare. Për shembull e djatha e di që se ke me mua, po e djatha e ka humbur busullën sepse brenda asaj partie ka pasur liberal dhe nuk ka pas konservator. Ore ata që na ndjekin, ti thua një fjalë, ose unë them, mund ta bëj dhe unë, ka një pikë pyetje, tani thu s'kan pasur. Po Basha e fitoi bashkinë, i bie. Po Basha kur e ka fituar, Basha e ka pasur këto vlera që e ka fituar. Po çka, ka pas pra e djatha figura, këtë jam të thënë. Po ka më gjithmonë ta thash, po të them, ka humbur vlerat e djatha gjatë saj kohe, po të gjatë tranzicionit midis tranzicionit, më që nga pushtetit nga Berishat e Basha, po thuaj dhe rikthimi. Do me thëmë, Partia Demokratike sot në gjirin e saj ka individ liberal, po nuk e ka konservator. Okej, shumë mirë. Dhe e djatha që mendoj dhe dua unë, është konservatore, te familja, te zoti, te një njeri që s'ka borxhe, por që mendon edhe thot qa do, po nuk ka frikë që të thot ore dali se më gjon kë mua në ekran, edhe më piu e zeza pastaj. Te një njeri i cili i ka mbyllur karierën e ti profesionale dhe vjen t'japi një kontribut. Se në qoftë se ti nuk e ke mbyllur, ore ta ketë vokacion të vi nga një familje djathë, të ketë një fabull për të shitur. Kush është për ty ky variant? Më i mirë që ka PD sot? Unë jap këtë profil, unë nuk zgjedh të jap në emra, nuk zgjedh, nuk kurrë në emra. Po nëse s'ka, më the ka shumë, po ka mër burr, ka. Ka ta thash, ma tha Marsiti tash Zoti Aga që e përfaqëson këtë, por nuk ka lidhje që po qëndroj tek emri, prandaj s'po qëndroj një moment e emri. Është më e rëndësishme identikiti politik. Po këtë ti jep identikitit kur s'ka variante për... Po i ka mor PD-ja. Po kush është e timin e tha Marsiti, ti më thuj një variant që ka shumë. Anëri, ore unë them s'ka. Ti më thu ka, nuk ka, bur, e temi është një, s'kam pa tjetër unë. Më thuj një tjetër, ti the ka shumë. Po ku janë shumë pra më burë, se ka me të... Po më thuj një më burë. A i tjetër që ishte s'pranoj vetë. Po pëse që ka i liri, ka që i burë i mirë? Po nuk është që është i burë i mirë mërë kjo punë. Po pëse që ka i duri, pavarësisht se ka marrë ato vota, unë nuk e shofare se është i duri. Fare, zero. E pare s'pë qenë asë, bën kotë shu si nga këta tipat që bëjnë sigur janë të urtë në publik, por në fakt janë thëngjil të mbuluar dhe Iliri e kupton më mirë se kush do tjetër që do thotë thëngjil i mbuluar, se është dhe Tirancë. A kupton? Problemi është, janë këta tipat që bëjnë si, krijojnë një imazh në publik se janë të qetë e të mirë, flasin vetëm për Covidin, flasin urtësisht, por në fakt nga mbrapa janë njerëzit më negative që ekzistojnë në përgjithësisht, sepse ne Ilirin nuk e kemi të provuar. Po qa lidhje ka kjo me Ilirin? Po si s'ka lidhje, po do ta provosh tjetrin ti si. Po më duke shumë i mirë. Në momentin që të provoj për diçka dhe ma fut, them për prit mos e çeka ky që hiqet. Si s'çeka kjo? Po ku të provoj unë ty? Ti më thua, ore, disa të mirë ke rrugëve poshtë, dili poshtë, është ky që shet fara këtu, është ai tjetri që shet paketat e shkolla, problemi është çoj aty ku janë miliona ato vlla. I futa si fut durët. Ti më thua mu tani është i mirë pa pas gjomdor. Si çeka i mirë vlla. Provoj, ku është provu ky zotria?
Më thuj, unë kështu e funksionoj, më të mirë jemi dhe ne. Unë se di vetën time se si do isha në politikë. Se di se si do reagoja po më thoshte kryetari, do ta bësh të, dhe ti e di shumë mirë që ka ndodhur. Dhe me këta të mirët që ti më thua mua dhe janë zgjedhur kryetar bashkie. Unë mbi këtë koncept e kam, unë mund ta kem gabim. Po tani ne jemi të verbër, kemi pa kush janë. Gjithta e ka kërkuar kryetari, do e bësh. Të gjitha që përmendëm sot që janë burg janë për se ja ka kërkuar Edi Rama më të firmosin dhe të bëjnë gjëra që i do Edi Rama. Tani këtë e bën retorikë her pas here në emisione, tani më del me një temë komplet tjetër. Dhe faji im është se unë ty të ndjek më shumë se çdo tjetër. Dhe prandaj të bëj pyetje sepse du të kuptoj, po këtë po them, se po t'ishte një tjetër, për shembull që nuk e ndjek ashtu, po unë ta di, edhe dihet thash dhe njerë, isha me të dikush ku më thotë, ku mbi kundërshti, argumenti me atë që thotë, më duhet ta pyes që mund të jetë lapsus, ose e ka pas kontekst tjetër thjesht për to ashtu. Po ne mos themi tani që na që kanë gjithë ëngjëj, pas kemi pas ëngjëj. Po gjithë ëngjëj më, po një parti. Po si është i mirë kur detyron kryetari valla të bësh allëzhverishe për të. Ma shpjegon ti tani. Siç është për shembull modeli Gerta Manasriliu që ka 25 vite punon për Edi Ramën. Pretendosh që zoja në fjalë, fal. Do vi kandidatë bashkie dhe do jetë kjo përfaqësuese e qytetarëve përballë pushtetit represiv të Edi Ramës, mua vjen keq mos e besoj dot. Se besoj se njëri që fjalë është njëri zgjedhur nga Edi Rama dhe i partisë. Thjesht e dikush thotë është kandidat, e preket ai shumë sa thotë wow, si ka mundësi që më dha këtë besim. Si ka mundësi, do më thënë vetëm nga ajo sa borxhe do e ketë kjo zonja tit. I ka më shumë borxhe do t'i ketë, shumë borxhe. Prandaj dhe unë po them që duhet njëri që mos ketë borxhe nga ata lart që t'u shërbej qytetarëve, se po i ke borxhe atit, nuk i shërben dot qytetarëve, do t'i shërbesh atit. Këtë po të them. Dhe thelbi qëndron që një parti demokratike ose një parti e djathtë i ka individët, puna është a ka vullnet i zgjedhë. Pra, që ai problemi është këtu Marsit, që se duke sigurisht ndërpres kundër. Çfarë ndodh në rastin që ky lloj identikiti e bashkon apo e shtensionon të djathtën dhe zoti Berisha nuk zgjedh, sepse ne dim shumë mirë pavarësisht unë e pyeta i kam pyetur edhe live ta dhe ju kam thënë që ore keni ju frikë qoftë se ju çoni një emër tjetër dhe përsëritet primaret dhe del tjetër emër. Kjo është ajo që mua më shqetëson. Pastaj në identikit. Kur u bën primaret, Andri ju e dini shumë mirë që tjetër njeri doli, tjetër njeri vendosën. Dhe grupi negociator që përbëhet nga 2 doktorë dhe Belindi, do të çojnë një emër tek Berisha, do të thonë ose emrin e tyre të preferuar. Dhe ata mund t'i thonë X-i, Berisha thotë do zgjedhim Y-in. Tani, vetë zoti Berisha e di më mirë se kushdo tjetër që çfarë i duhet PD-s në këto momente, se nuk mund t'i thuash dot sot qytetarëve që na duhet një njeri ne nga shoqëria civile, sepse 36+3 thot ai bëjnë 39 dhe po nuk është e tillë. Ta them dhe një argument pa të ndërprerë, nëse shoqëria civile sipas konceptit të Partisë Demokratike financohet nga fondet e USAID-it. Fondet e USAID-it kush i ka? Sorosi. Tani i bie që PD-ja do nxjerrë një kandidat që paguhet nga Sorosi, që momentalisht është armiku Po 7 janë aty që janë të Sorosit, që u bë dhe një 8 si e ka nista. Po nuk po them për atë, unë po them në kundërshtim vjen në logjikës që thonë më burr, nuk e kam hallin se apo i bëjnë gabim apo i bën mirë punë të shtëpisë ata, se unë s'kam gjendor aty. Unë po them në koncept ç'a do u thonë njerëzve nesër më burse. Këta nuk e kanë problemin. Problemi është që nuk prodhon peshë politike kjo gjëje që ti pështyn edhe i futit lepime aty pastaj dhe thua më zgjidh mua se unë kam integritet dhe moral. Pa ç'a morali ti jenë gjithë kohës duke përgënjeshtruar veten tënde. Ç'a mund të kem besimin te ty? Si mund të të votoj unë ty kur ti nuk beson tek vetja jote. Dhe her pas here kundërshton veten. Kjo nuk është në këtë sens. Prandaj, kështu që nuk ka rëndësia janë 7 apo 8, aty mund të jenë 17 dhe kanë qenë edhe më përpara 25 që kanë ky si Basha dhe Erioni. Dim shumë mirë çfarë produktesh janë në burg tani. Problemi është që në thelb nuk ka rëndësi është i shoqërisë civile apo shoqërisë atë. Problemi është se a ka Partia Demokratike, dhe unë nisa ta thoja çfarë, por nga që s'mala element.
Unë po ta them dhe njërë, kur them emrin e Etemit, që e kam thënë televizione prestigjioze, për të sinqerisht, e kam thënë sepse mu emri e Etemit nuk më bën kompleks o Ermal. Nuk më komplekson. Për shembull, unë të më thot në njëri, për shembull, thuaj emrin e Berishës, nuk e them dot. Them emrin e Ramës, nuk e them dot, ose e them gjyzëri dhe ka ca argumente që nuk. Kurse me Etemin flas lirë shumë kur them emrin e Etemit, sepse të thash ka cilësitë dhe vokacionin që folëm, përpos gjërat e tjera, dhe problemi më i madh është që është njeriu që jo vetëm mund bashkoj të djathën, problemi është që nuk më pas një ndjesi me të kaluarën që ka PD-ja. Pra nuk e lidhun dot me Berishën e Temin, pavarësisht se del nga Partia Demokratike. Se kur ka punuar? Mund ta bëj iku e fushata që Rama nxirrte Ilirin dhe Berishën prapa Belind Këlliçit, që e kanë zgjedh ata, se realisht e kanë zgjedh ata kur bën paktin atëherë bashkë me Belinda Ballukun, e zgjodhën të tre, dhe të e dim shumë mirë tani. E gjithë thelbi është që mu nuk më komplekson emri e Temit, dhe u a them këtyre të opozitës që ti ja ku e ke emër zotëri, po ti nuk ke vullnetin për ta bërë gjën. Jo se si ke mundësit, se këto thënë deri tani që neve do pyesim, e para s'kan kë pyesin, po e dyta është kur ai jep emrin do thotë që variantet i ke. Prandaj doja nga ty dhe kisha shumë sinqert. Ora më thuaj një variant tjetër. Që të them atyre kur dalin se pasi se me opozitën ti them valla, ke Temin, me fjalë vendosim këtu nëse është variant emër me integritet dhe me cilësi, që ne sikur se i përshkrove Ermal kanë rëndësi. Po më thuj kush është emri tjetër që kur të them opozitën, ja keni këto të dy valla. Me këshin po përpiqesh ti. Jo nga të fitosh. A kupton, me 100 do përpiqesh të fitosh. Ti nuk do atëherë, nuk ke vullnet. Jo se s'mundesh. Pra këta munden, po nuk duan. Sepse gjithë secili ka interesat e veta, duke filluar nga Ilir Mehmeti që është në komision, nga Belindi që është në komision, dhe nga Flamuri. Po si s'është? S'është kuptimi sensin them që negociator, po. Po negociator thash, pra Belindi, Ali Mehmeti, Flamuri. Komisioni i përbashkues, pra negociatori i kandidatit më të mirë. Në optikën time, në këta emra që janë ndarë publik, këto vlera i përfaqëson vetëm e Temi, pra kush ka marrë. Unë kur them që djatha ka, po këtë pa thuj, them që Menes s'po shifsha jo tjetër aty. Ore, kur them e djatha ka, them që ka fuqi apo burime njerëzore të cilët kanë një identikit që mund t'i përfaqësoj, por nga emrat të cilët janë bërë publik sot, po që janë publik që kanë bërë dhe i betejë politike, vetëm Zoti Aga e ka këtë përshkrim në kontekstin që është njeri i cili ka ardhur, ka një histori suksesi, ka një fabul, është njeri i cili është konservator i vetë realizuar në jetën e tij të përditshme, jo me fjalët, se në përgjithësi konservator bën gjithë me fjalë, po puna është edhe ta jetosh. Madje bën konservator nga hallë një pjesë. Edhe ta u bin prapanicës. Edhe ta jetosh dhe në këtë kontekst. Pastaj mendoj që emrat e tjerë që janë propozuar, siç është për shembull tek lista po flas që Palliu po bën vrap, po më duket dhe ajo video është me ile shumë, se ai nuk tregon, ai mund tregonte atë hapat që ne ta kuptonim që i bënte 10 kilometra, se ai më duket se ishte në një vend. Po mund të thoshte me makinë 10 kilometra. Edhe thoshte 1 kilometër, 2 kilometra, shqisoj si trimën e këtu, se mu 5 kilometra, 6 kilometra, mund ta se kam edhe bluzën sportive, e mund bëj sikur bëj vrap dhe them deri 10 kilometra. Pastaj zonja Kalaja mendoj që me deklaratat e saj mund të them vetëm një mendim, edhe që jo vetëm sa të kujto, nuk e mbaroi një mendim se mbaroi. Nuk e mbaroi një un vlla, prandaj çfarë po doja. Se më e the gjithë ato cilësitë këto se ti qash sikur ne po të bëjmë në një patrici. Po të thoja një mendim. Ka minuta la më, bro, shkemi 40 minuta vetëm ti ke fol. Okej, la më. Edhe diçka tjetër, vetëm a është më i mirë kandidati është pyetje. Për të dy, është më i mirë kandidati. I ka thot kaq do e mbyllim tani. Jo, prit se mbyllim. Është më i mirë kandidati ndëroma, ulu. Iki se am kështu ti, iki unë. Ku do ulu më burr aty? Sa ta përmbyllim te. Ulu ta marroj, mos na din me se ka ardhur me Qitiane. Si Rama, do thënë si Rama. Po si Rama. Ori ne bie thot Rafael Çaushi është variant që mund të rrezikoj Manastrelion, më fal. Desha është pyetje për të dy. Ju mendoni se është më mirë femër apo mashkull përballë Ogertës? Kaq është pyetja ime e mbylla unë. Mbarova emisionin për sot. Përderisa flasin për një mentalitet konservator,
Në mentalitetin konservator bëhet fjalë për cilësi patriarkate ose patriarkale, në cilin burrat janë në role drejtuese dhe femrat janë në rolet humanitare. Pra një femër është dobishme si mjekje, si doktoresh, pra në kuptimin e shërbimit humanist, kurse burri është në kuptimin e drejtimit. Dhe unë mendoj që mentaliteti Tiranas, i qytetit Tiranës, e shikon burrin si një drejtues dhe femrat në kuptimin e ndihmës. Pra Adami dhe Eva, trupi dhe brinja. Dhe unë mendoj që sidomos përballë antagonizmit dhe përballimit të pushtetit e Edi Ramës duhet një burr. Dhe një burr që ka këto cilësi, dhe unë e falenderoj Andrin që na sjell mendje figurën e temit, sepse realisht është njëri me integritet, është njëri qytetar, mendoj që është një figurë shtesionuese në këtë moment që është Partia Demokratike dhe opozita, dhe mbi të gjitha është njeriu i cili është i shkolluar në Shqipëri dhe me dijet e veta ka arritur të fitojë me aftësitë e tij, të ndërtojë biznes suksesshëm, ka qenë dhe profesor në universitet, pra mendoj që i plotëson cilësitë e dhura dhe virtytet e dhura, se unë jam aristotelian në fund të ditës, dhe unë besoj që ajo që thot Aristoteli është gjë e dur, drejtimi është për njerëzit e virtytit. Kaq kisha. Kaq edhe unë kaq kisha. Nuk më thoj se të pyeta tani mos sa bëj më na Po nuk të jap, unë nuk, domethënë në variantin tënd tani është më mirë përballë Gertës një në variantin tim nuk ndahet. Sa ti sociolog, nuk ndahet. Po se dhe ti mendimi tani. Jo, nuk ndahet në kontekstin kush në variantin tim duhet të jetë një profil i cili të jetë antidot i një qeverie e cila është e mbytur nga korrupsioni. Zonja Manaseliu ka 5 dosje në SPAK, nuk e di si sa mund të si shkoj numri. Unë besoj se opozita, çdo kandidat që mund vendos përballë socialistëve, besoj se në raport, minimalisht këto kandidatëve të rinë në raport me drejtësinë do jenë më mirë gjithmonë se Partia Socialiste. Jo, se në kontekstin e një figurë, kush është figurë se kemi pas, më fal, Erman, kemi pas kryetar bashkie të gjithë deri më tani, nuk ka pas një figurë femër kryetare bashkie. Asnjëherë. Dhe Ogerta që ka zgjedhur Rama është kandidatura e parë që mund të thyej mitin që në Tiranën mund ta drejtojë, po prit më edhe pastaj, vetëm të bëj pyetjen. Tiranën mund ta drejtojë edhe një femër. Dhe ti në këtë kontekst, a do arrita çajin këtë në Anri? Ne dim shumë mirë që Tirana nuk do të drejtojë një konceptin që Rama nuk ka vënë Manaseliun, e bën për ta bërë për makjazh, pra në efektin e propagandës. Kështu që kjo gjë, ajo që mendoj unë është që të djathtësit duhet tani një figurë, se nuk duhet të hyj femra apo mashkull, se nuk i zgjedh në mbi këtë premisa. I duhet një se Trump me Kamala Harris. Ka kuptimin e kulturës. U diskutua dhe në Amerikë Trump me qasjes Kamala. Antropologjike, kuptimin e si është qasja kognitive. Pastaj thash pas e lidha me sociologjinë në atë aspekt. Në sensin sociologjik neve nuk paragjykojmë, prandaj po t'i shmang. Ai majnë të dhëna. Po më mirë nuk paragjykon, po nuk është më tani është kështu, po të them në sociologji. Po sondazhet është gjë tjetër, pastaj po pyetësh. Në koncepte më pyete çfarë mendon ti. Tani po më pyete çfarë mendon mua, unë ta dash. Në qoftë se i referohemi çfarë thot shoqëria apo çfarë thot koncepti historik është gjë tjetër. Thjesht kam ta thash dhe vlerësoj mendimet dhe do ditë diçka më tepër dhe prandaj nga s'po më pyet. Po nuk thash thua që është më i mirë burri se gruaja, më jo në konceptin e angazhimit i politikës, se ka qenë Merkeli 4 mandate kancelare, se tha njëri që s'bën, ka qenë Margaret Thatcher. Po Elisabeta Madhe Victoria, kemi figura historike. Ne nuk paragjykojmë femrën në nuk e ka PD atë profil akoma. Shumë bukur, ja kaq doja unë nga ty. A e krijon dot atë apo kush është kandidati më i mirë që po doja të zgjidhte një femër që u fol për Jorita Tabakun, Jorita për ballo Gertës, sa do e mund të dot në këtë koncept u flas. Nuk marrin përgjegjësi politike Andri, kushdo që flet për politik mund të jetë politikan dhe jo kushdo që është deputet është politikan. Sot për të matur se sa takat ka njeri dhe se sa guxon për të thyer këtë momentin ku PD-ja s'di ku ka kokën, kjo tregon për nervin e atij njeriu dhe çfarë si e ka profilizuar jetën. Ti më përmend profile politik të cilët duan vetëm të korrin pemët kur vjen momenti. Si shembull për të ngacmuar mendimin, nuk i mora për faktorë se janë këta. Jepi mbylli pra, hajde jepi me
me diasporën? Jo mërë kaq vetëm të bëjnë subscribe në Antena Televizion, të regjistrojnë, të shpërndajnë kudo që flitet shqip, në diasporë, por edhe në Shqipëri, dhe mos u largoni nga Antena Televizion, shihemi përsëri.